Nga data 18 prill çdo tregtar me mbi 10 të punësuar do të jetë i detyruar të publikojë online çmimet e produkteve që shet, nga ushqimet deri te produktet teknike. Ka deklaruar Ministri i Ekonomisë dhe Punës Besar Durmishi. Ai tha se këtu bëjnë pjesë edhe markete që shesin produkte ushqimore bas, fruta dhe perime dhe tregtare që shesin mjete për higjienë. Tregtarët me pakicë të teknikës së bardhë, lodrave, produkte teknike, materialeve ndërtimore, veglave dhe aparateve elektrike. Thjesht të gjithë tregtarët që ushtrojnë tregtime pakicë. Në përputhje me ndryshimet ligjore dhe rregullaren e përgatitur nga Ministria e Ekonomisë dhe Punës, do të duhet të publikojnë çmimet e të gjitha produkteve në web faqen e tyre duke filluar nga data 18 prill. Në përputhje me rregullaren e Ministrisë së Ekonomisë dhe Punës, tregtari i vogël, i mesëm dhe i madh që ushtron veprimtari tregtare është i detyruar të publikojë çmimet e mallrave që hedh në treg në web faqen e tij në mënyrë të qartë dhe të arritshme, përmes një pjese të veçantë në web faqen e tregtarit me pakicë, kushtuar çmimeve përkatësisht listës së çmimeve. Durmishi tha se inflacioni për muajin mars ka rënë në 2.7%, ndërsa është regjistruar deflacion prej 1.3%, krahasuar me muajin shkurt. Ai thot se këto janë shenja të qarta se masa që ka ndërmarr po japin efekt. Si rezultati masave të miratuara që nga fillimi i vitit, pra kufizimit të marzhave të produkteve ushqimore bazë dhe një pjesë të mjeteve për higjienë në muajin mars, kemi ulje të inflacionit prej 2.7%, derisa në muajin mars në krahasim me muajin shkurt kemi një deflacion prej 1.3%. Sipas të dhënave nga enti statistikor. Durmishi tha se me publikimin e çmimeve nga ana e tregtarëve, qytetarët do të kenë më shumë informacion, më shumë kontroll dhe mundësi për të kursyer. Ky është një hap i rëndësishëm drejt një tregu të ndershëm dhe në mbështetje të buxhetit familjar, theksoi ai.